Prej rreth 6 muajsh, ndriçimi i kalas së qytetit të Lezhës nuk bëhet pasi kompania që shpërndarje ka shkëputur energjinë elektrike, kjo për shkak të dëbive dhe faturave të pashlyera nga institucionet përkatëse. Një situatë e tillë ka përcipituar edhe më keq pasi persona keqbërës së fundmi kanë vjedhur rreth 200 metër kabull duke ndikuar edhe më negativisht në një ndër investimet më kryesore të realizuara sa takon zhvillimit të turizmit kulturor dhe historik në qytetin tonë. Kalaja e Lezhës, e cila deri pak muaj më parë ndriçoi kështu gjatë natës fal një investimi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, tashmë zhytet në errësirë dhe nuk bie as pak në sy sapo mbi qytet bie nata. 6 muaj më parë Vision Plus ka ngritur shqetësimin e mospagesës së faturave të energjisë nga Bashkia Lezhë, ndërkohë që sot kryetari i saj Viktor Tushaj thotë se institucioni që ai drejton nuk mund të paguajë faturat e çezit për Kalan, ndërsa ajo menaxhohet nga Ministria e Kulturës. Nuk mund të vazhdojmë të paguajmë faturën e konsumit energjisë elektrike kur të ardhurat nga ky aset historik i merr Ministria e Kulturës. Në fakt, mes ÇEZ Shpërndarje dhe Bashkisë së Lezhës ka një kontratë për detyrimet e energjisë elektrike për Kalan, por administrata lokale nuk e shlyen atë prej muajsh, në pritje të gjetes një zgjidhje mes Bashkisë dhe Ministrisë së Kulturës. Investimi që përfundoi në nëntor 2012 u konsideruaj suksesshëm në atë kohë, por thuajse një vit e gjysmë më pas kreu i bashkisë thotë se standardet e ndriçimit nuk janë të duhurat. Bashkia e qytetit insistonte që ndriçimi i kalas të bëhet në atë formë siç bëhen të gjitha ndriçimet e aseteve të tilla historike, pra nga poshtë ku ndriçohet historia dhe jo nga sipër ku kalaja e qytetit Lezhës dukej sikur të ishte një rrugë automobilistike. Pavarësisht këtyre problemeve dhe përplasjeve mes institucioneve shtetërore për shlyerjen e faturave të energjisë, Kalaja e Lezhës qëndron si një kuror mbi qytetin antik, duke ngjallur interes tek vizitorët vendas dhe të huaj. Qarku i Lezhës ka mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit, pasi në këtë rajon ndodhen 34 monumente kulture dhe 21 objekte kulti, muzeale, arkeologjike dhe historike. Këto e pozicionojnë Lezhën si një qytet rëndësishëm turistik, e megjithatë problemet e krijimit të infrastrukturës mbeten lehtësisht evidente.